transversale dhe në pas goditja përfundon në rjet në çastet e fundit. Shalom Prishtina 2-1 janë shifrat. Rome Rashi. Kemi pasur kohën e mjaftueshme ta përgatisim ndeshjen, ku ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme. E dim që pas një kohe të gjatë nuk kemi bërë shumë mirë me rezultate, mirë po shpresoj që kjo fitore të na jap më shumë motiv dhe shpresoj të jetë një pikë kthesë tek rezultatet pozitive. Objektivi jonë është dalja në Evropë, shpresoj që të vazhdojna me këtë formë dhe po menoj që objektive është ta kapim Evropën. Shumë i lumtur jam për gollën, ku arrita ta ndihmoj ekipën. Mirë po më i lumtur jam për 3 pikët. Merita shkon për bashkëletaret e mi, stafin dhe për të gjithë së bashku, ku pa ta nuk do të ishte e mundur kjo fitore. Një falënderim i veçantë shkon për Federatën e Futbollit të Kosovës, ku më vlerësuan me çmimin mbyllje javës. Kjo është një motiv shtesë për mua. Mua më mbetet vetëm të punoj fort, të ndihmoj ekipën atë sa mundem dhe të vazhdojna drejt objektivave tonë ku ke dalja në Evropë.